Sukses i shumë fisht i klubit të futbollit Shkodra me disa ekipe të kualifikuar në Super League, merite veçantë e kryetarit Taj Pjanici. Urime profesor. Faleminderit. Mos më qenë shumë modest, ne jena mësu faktikisht me tituj kupash dhe kampionatësh. Jena mësu ajo që është më kryesorja për të prodhuar futbollistë të nivelit lartë, por ky sezon ka qenë një ndër sezonet më të suksesshëm, të pas parasysh se siç e pa aty ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallen dy ekipe kampion, U16 dhe U17 kategorinë e parë, por duke fituar drejtën edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super League. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do t'i kena vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Besoj që është kontribut edhe i gjithë sponsorizuesve, gjithë mbështetësve, duke filluar nga Kimcani, edhe që vazhdoi me shumë dinjitet edhe me mbështetje të jashtëzakonshme financiare Florence Marko. Pa harruar edhe prind që është mbështetje e vazhdueshme e klubit Shkodra. Profesor, sa premtojnë këta brezat për të ardhmen veçanërisht dy ekipet që janë shpallur? Siç e thash më përpara, përveç titullit kampion për të cilën nuk i kanë munguar klubit Shkodra, ajo që ka qenë më e rëndësishme ka qenë futbollistët që dalin nga ky klub. Renditemi në tre klubet më të mira të shkallës republike për prodhimin e futbollistëve dhe të nivelit të lartë, duke filluar nga kombëtarja, futbolli italian, Maqedonas e gjithandaj. Ndërsa për këtë brez, si të tjerë që kanë kaluar përpara, ne shpresojmë për një grup futbollistësh që së shpejti do të jenë në atë nivele që thash pak më parë, dhe që kanë qenë shokët e tyre më përpara. Cili do të jetë objektivi më i afërt i klubit, profesor? Është shumë më e vështirë për të ruajtur një fitore, një sukses, një titull. Pra duke qenë tash pjesëmarrës me të gjithë ekipet në Super League, është shumë e rëndësishme sepse e dim na që Vllaznia është ekipi, akademia, klubi kryesor i Shkodrës, fëmijët atje përqendrohen, por ne besoj që do ta ruajmë këtë renditje, këtë kampionat cilësor. Kjo është më e rëndësishme si objektiv, por me të objektiv ajo pyetje që bëni zënia që të kemi lojtar me nivel të lartë nga klubi Shkodra, disiplinë, edukat, kulturë. Profesor, diçka për stafin teknik, për bashkëpunëtorët tuaj më të afërt, duke nisur nga djalë juaj Rudi Pjanici dhe me radhë. Me thënë të drejtën është jo se është tepruar, sepse ka vite që e majmë shpata për 30 vjet këtë akademi, këtë klub, por pa bashkëpunëtor, pa pjesën më të rëndësishme të kolegëve tonë, siç është Denis Miani, Arber Shqytani, dhe patjetër, pavarësisht se është djali im, sot është më i rëndësishëm se unë sepse mosha bën punën e vet, kështu që ky staf besoj që do të fuqizohet më shumë vitin e ardhshëm me trajnerat të tjerë, që të jepet sepse trajnerët, terreni dhe ambienti familjar dhe djemt është gjithçka që bën një akademi e futbollit. Stafi është profesionist me nivelet më të larta diplomave, siç është rasti i Arber Shqytanit, i Rudi Pjaniçit, janë me pro, me licencë A, pra janë staf me nivel të lartë futbollit shqiptar. Profesor, ky vit është i 30-ti i formimit të klubit Shkodra dhe me sa kemi informacion të tjetë sërish me një përvjetor me përmasa shumë të mëdha festive. Ju jeni në ndjeni që edhe festat i kena me qef, siç ishte sot një festë sportive pavarësisht të një ambient në fush, por siç ka qenë 20 vjetori një ndër ceremonitë më të bukura të futbollit shqiptar, edhe 25 vjetori, 30 vjetori do të jetë edhe më i bukur të pas parasysh sepse një festë bëhet e bukur kur ka rezultate. Duke pas parasysh të rezultate, 30 vjetori që i përket rreth muajit nënor, do të jetë me të vërtetë një festë sportive që do vazhdojnë edhe duke mbështetur me rezultatet për vitin e ardhshëm. Ju nderuan në këtë ceremoni ish sportistë që keni stërvitur me vllaznin trive përpara 30 viteve, si Rudi Beka, Armando Cungu, Breken Obizi, janë futbollistë të cilët e kujtojnë me nostalgji atë periudhë. Gazi se nuk e di se i keni kohën, se unë tash nuk di me pushu, problemi është se unë nuk e di kur kam fillu me drejtu ekipe, me lujt futboll, mu bën 40 vite që jam po në fush, nuk më pëlqen asgjë tjetër përveç kësaj fushës jeshile. Ishte emocion që edhe Armando Cungu si dikur ka qenë në ata ekipet të zinxhir të klubit Vllaznia, se unë kam qenë pjesë dhe do jem pjesë e klubit Vllaznia me shpirt sot. Armando Cungu, Beka, Rudi Beka, Breken Obizi, e shumë emra tjerë që është një listë e gjatë që kanë qenë kampion Shqipërisë në vitin 91 me Vllaznin, dhe kjo ka si thush e thanon që klubi Shkodra prodhoi gjithmonë kampion dhe lojtarë të mirë. Por mungon të sot një nga miqtuaj më të afërt, trajneri i ekipit kombëtar të futbollit Femra
Armir Krima për arsye objektive të një aktiviteti të futbollit femror. Ka keni ftuar, jo vetëm Miri, që është mik e shokë imi, por edhe shumë të tjerë, edhe ky renditet në ato futbollistë si Bizi, që përmend Cunga tjera, kanë qenë pjesë e ekipit trive të Vllaznisë kampion vitin 91, që ja kanë për herë të parë në Shqipëri. Kështu që ata do të jenë pjesë e vazhdueshme edhe të festimeve të tjera, që klubi Shkodra sot bën një ceremoni modeste për dhënien e kupave dhe të medaleve, por së shpejti do bëjmë një drek festive që të gëzojnë të gjithë, duke kanë ftuar të emra të personazhe, edhe patjetër shtypi unë i falenderoj ju sinqerisht se me thënë të drejtën ju kërkoj njes ndoshta për ftesat veçanta, por ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij feste, e këtij gëzimi të klubit Shkodra. Sinqerisht meritoni komplimente që raste tjera besoj që t'jem më i kujdesshëm edhe për ftesa. Urime profesor Odhjer. Faleminderit, respekt.